Maqedonia e Veriut gjen bakter në mostrat e ujit nga Kosova. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Maqedoninë e Veriut tha se është duke inspektuar të gjitha dërgesat e ujit importuara nga Kosova pasi analizat laboratorike kanë zbuluar praninë e një bakteri koliform në një mostër uji nga shteti i Fqinj, raporton shërbimi Maqedona si Radios Europa e Lirë. Disa media në këtë vend publikuan edhe vendimin e agjencisë sipas së cilit bëhet fjalë për mostra të ujit rrugove. REL në Prishtinë kontaktoi pronarin e kësaj kompanie Visar Kelmendi, i cili tha se shitjet në Maqedoninë e Veriut janë duke vazhduar. Ka qenë një problem që 2-3 javë me një provë të analizës, pastaj janë marrë edhe 10 analiza të tjera të ujit në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë dhe në një shtet të tretë dhe është konfirmuar se nuk kanë asgjë, tha Kelmendi.